festat e Atit Jahve që përmendëm pak më përpara. Shikon këtu që fliten që festat e judenjve janë, sepse kur konfrontua dikush që erdhi këtu në shtëpinë time sa muaj më përpara. Tha ato festat e judenjve akoma i praktikontin. Thash paligjshmëria po ngrihet me frymën e Jezabelit. Thash le të shikojmë bashkë thash që ka te Levitiku 23. Festat e Jahve një herë, festat e mia janë këto 2 herë. Mos andaj sabati që është festa e parë. Mos andaj thotë festat e Jahve që janë mbledhje të shenjta janë këto. Në kohën e tyre do t'i shpallnin në kohën e tyre. Festat e Jahve janë sa herë folëm këtu ja, jemi 4 herë. Mos andaj Ati tregon profetit e tia dhe bive të Izraelit festat e Jahve. Festat e tia. Shikon gjë këtu që janë festat e një kombi, një fisi, e një etnie. Dhe kur i thash atij personit thash, janë festat e Atit Jahve, nuk janë të një kombi të caktuar. Thuaj thash një me gojën tënde, thash festat e Atit Jahve, kur e tha festat e Atit Jahve, ngeli sepse ku bind nga fryma në atë moment. Dhe heshti sepse ligji dhe fjala e Atit na bën që neve të mbyllim gojën tonë. Por shumë e mbyllin rina heshtur, nuk afrohesh. Shumë mas andaj ngrihen sepse kur e mbyll gojën Atit mas andaj me hipokrizit tona, mas andaj ngrihen kundra ligjit dhe do thonë diçka hipokrite mas andaj. E nuk është në dobi tënde, as të familjes tënde, as të fëmijëve tanë. Sepse ligji Atit që është i vërtetë, Ati ka vendosur për jetë, urdhrimet e atij ligjit. Urdhrimet e atij ligjit që është i përjetshëm, e shikon për të gjithë brezat tona. Si që do jetë po ai ligj, po ai dekret, po ai urdhrim, si për të huajnë, dhe për juve, si për të huajnë dhe për juve, ne ishim të huaj ndaj beslidhjes, qytetarisë së Izraelit, jo të bashkohesh me një komb, bashkohesh me qytetarinë, me principet e mbretërisë, me premtimin, beslidhja e premtimit po fliste. Por kaq janë shtrembruar shkrimet, kaq na i kanë dhënë në mënyrë të tillë Satani sa jemi ofuskuar, në veshët janë rënduar, sytë nuk shikojnë më. Nuk shikojmë me shkrimin, shikojmë njerëzit, lartësojmë njeriu.